diçka që po e duaj njerëzit. A du ka marrë modi njerëzit me pa diçka të thjeshtë dhe klas. Është një trendi fundit që po e veç ka fillu të vajzat e reja, po quhet soft girls, që i bjen vajzat po kanë shumë dëshirë me u dokt bashkë ashtu shumë thjesht, mos me punu domethënë orare të gjata të punës, edhe mi u përkushtu familjes, domethënë, po m'pëlqen që po donë më u kthy shumë do gjana që kanë qenë shumë herët, që vajza më kujdes për familjen, për fëmijët me eduku, mos me lanë kopshte me orare të gjata, edhe që kjo po quhet soft girls, domethënë në Evropë, që vajzat ose nanat e reja po kalojnë shumë kohë në shtëpi me fëmijët, me orare jo të gjata të punës, edhe kjo veshjet mos me qenë gjithmonë ashtu spektakulare deri në pikën e fundit. Për që ata s'po ta qef me hup që mundësin me kanë sot prezent në këtë bisedë, se pak a shumë më influencu edhe vajzat e reja në Kosovë, që nuk është heq kur gjo, në qëfë se te ble një bluz, edhe të pëlqen, e lan, e hekuros, e vesh, edhe kaq, nuk është kur gjë problemi, se ti ndihesh me ta që ta zotrio në fjalë ti e reprezenton veshjen, nuk është veshja ty. Nëse ti din me mbajt edhe ti din me u reprezentu me ta, është kaq për ty. Asnjëherë nuk bën, unë personalisht nuk kam pas qëllimin që me u dok se për bukuri ose diçka ose për unë kam qëllim u duke veçantë. Unë qëllimi jam veç mu duke veçantë. Ju sa kushton po e veçantë. Po, veç e veçantë. Po, ama shumë mirë, nuk është veti e keq që kjo me u duke veçantë. Edhe sidomos edhe kur